Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Habit mjeku, kjo është bima që përmirëson kujtesën me 75%, ja si ta përdorni. Antioksiduesit e acidit të rozmarinës në masë të madhe mund të parandalojnë apo të ngadalsojnë shfaqjen e sëmundjes së Alzheimer dhe sipas ekspertëve italian edhe mund ta shërojnë atë. Rozmarina është një bimë e cila përdoret jashtëzakonisht në kuzhinë. Me kalimin e viteve është vërtetuar se rozmarina mund të përdoret si një ilaç shtëpiak për shumë probleme shëndetësore. Një nga vetit unike shëruese të saj është mbrojtja nga ankthet. Kjo ndodh edhe për arsye sepse gjatë kohëve të lashta është vendosur në një stëk. Studimet kanë vërtetuar se rozmarina është e pasur me acide natyrale të cilat luftojnë radikalet e lira që e dëmtojnë trurin. Ekzistojnë shumë studime të cilat tregojnë se rozmarina njëkohësisht ka edhe efekte shëruese, sidomos në përmirësimin e kujtesës. Studimi i përfunduar në Universitetin e Newcastle ka prezantuar gjetjet dhe kanë thënë se aroma e vajrave esencial në rozmarinë të vërtet ka ndikim në përmirësimin e kujtesës. Sipas Dr. Mark Moss, i cili kishte prezantuar gjetjet e tij në një konferencë, kishte theksuar njëkohësisht se rozmarina dhe ndikimi i saj në kujtesë është krejtësisht real. Kjo i jep mundësi njerëzve që ata të funksionojnë më mirë për çdo ditë, edhe kur është fjala për të përshëndetur dikë për ditëlindje apo për një ngjarje të vërtetë. Nëse përdorni rozmarin, për këtë të jeni të sigurt se nuk do ta harroni. Disa nga komponimet e rozmarinës në një mënyrë të suksesshme absorbohen përmes lëkurës, prandaj kjo bimë sugjerohet që të përdoret edhe përmes aromaterapisë. Po ashtu mendohet se edhe përdorimi i shampos me bazë rozmarine ndikon pozitivisht në ruajtjen e kujtesës. Ndërkohë, përveç se rozmarina përmirëson kujtesën, ajo lehtëson frymëmarrjen, punën e veshkave, tretjen dhe njëkohësisht përshpejton metabolizmin. Shëndeti i mendjes bazohet ndjeshëm në një regjim ushqimor i cili është i pasur me produkte ushqimore të cilat stimulojnë çdo qelizë të tij. Këtu do të gjeni një listë të vitaminave më të mira që fuqizojnë trurin, përmirësojnë kujtesën dhe performancën tuaj mendore. Ja cilat janë vitaminat më të mira për trurin. Vitamina A. Të gjithë ne i njohim vitaminën A dhe vlerat e saj për shëndetin, por kjo vitaminë është thelbësore edhe për zhvillimin e shëndetshëm të trurit. Sipas ekspertëve, vitamina A zgjeron aftësinë e mendjes dhe të sistemit tuaj nervor. Ajo gjithashtu përmirëson ndërlidhjen mes zonës së kujtesës dhe zonës së qelizave. Kjo vitaminë gjithashtu shërben si një antioksidant, një mjet i fuqishëm kundër radikaleve të lira. Burimet më të mira të kësaj vitamine janë spinaçi, pjeshka, mëlçia dhe njëkohësisht kajsit. Acidi folik është një nga format e vitaminës B9 dhe mban nën kontroll qelizat e trurit. Acidi folik e forcon kujtesën, afatshkurtër dhe vigjilencën dhe largon në veprime edhe letargjinë. Disa prej burimeve ushqimore të pasura njëkohësisht me acid folik janë barishtet, thjerrzat, fasulet dhe njëkohësisht bishtajoret. Vitamina B6. Kjo është një nga vitaminat më të rëndësishme të kompleksit të vitaminave B, e cila është e dobishme për një kujtesë sa më të fortë. Disa nga burimet më të mira të kësaj vitamine
janë pikërisht piepri, mishi, sallata, drithrat e pasuruar dhe fasulet. Vitamina B12. Kjo vitamin nga ana tjetër është jetësore për shëndetin e qelizave tuaja nervore. Ajo mban të paprekur mjelinën e cila mbulon fibrat nervor dhe njëkohësisht mundet që të lëshoj impulse elektrike në tru. Në këtë mënyrë kjo vitamin parandalon gjithashtu sëmundjet e trurit. Vitamina B12 njëkohësisht parandalon edhe depresionin dhe luhatit e humorit dhe njëkohësisht rrit vigjilencën. Gjithashtu ajo parandalon edhe humbjen e kujtesës. Disa nga burimet më të mira të kësaj vitamine janë peshku, mishi i derrit, shpendëve dhe njëkohësisht i viçit. Ju mund të përdorni edhe suplement të vitaminës B12 të cilat i gjeni në farmaci. Të dhënat tregojnë se spirulina është shumë e pasur me vitaminën B12. Vitamina C. Radikalet e lira janë një rrezik madhor i qelizave të trurit. Mënyra më e mirë për të parandaluar dëmin e këtyre radikaleve është pikërisht marrja e antioksidantëve. Vitamina C e luan këtë rol shkëlqyeshëm dhe siguron shëndetin jo vetëm të trurit, por edhe të sistemit tuaj imunitar dhe njëkohësisht të zemrës. Burime të mira të vitaminës C janë pikërisht agrumet dhe bishtajoret. Vitamina D. Ajo i ndihmon shëndetin e qelizave të trurit dhe njëkohësisht mirëmbajtjen e tyre. Sipas ekspertëve, burimet më të mira të vitaminës D janë pikërisht shpendët, mishi i viçit, mëlçia, djathi, peshku e të tjerë. Vegetarianët munden që të konsumojnë kërpudha, të cilat përmbajnë vitaminën D2, një formë e vitaminës D. Drita e diellit është gjithashtu një burim mjaft i mirë i kësaj vitamine. Vitamina E. Kjo vitamin mbron njëkohësisht qelizat e trurit dhe nervave nga dëmtimet e shkaktuara prej radikaleve të lira. Ajo nga ana tjetër ndalon ose vonon progresin e sëmundjes së Alzheimerit, sidomos tek të moshuarit. Patatja e ëmbël, barishtet, drithrat dhe arrorët janë burime shumë të mira të kësaj vitamine. Ndërkohë, sipas ekspertëve, vitamina B12 është një nga vitaminat më të rëndësishme për të forcuar trurin tuaj. Vitamina B12 luan një rol mjaft të rëndësishëm dhe shumë kompleks në organizëm. Përveç rolit të saj për energji, kjo vitamin është dobishme për shumë prej funksioneve nervore. Në këtë video, ju do të mësoni shumë arsye se përse kjo vitamin është e pazëvendësueshme për shëndetin e trurit. Roli primar i vitaminës B12. Funksioni kryesor i kësaj vitamine është që të nxjisë prodhimin e rruazave të kuqe të gjakut, të nervave dhe njëkohësisht të sintetizojë mielinën, e cila është proteina që mundet të veshë nervat, të ruajë ekuilibrat e aminoacideve dhe të detoksifikojë hormonet. Të gjitha këto funksione janë njëkohësisht thelbësore për mirëmbajtjen e trurit dhe njëkohësisht kujtesën. Përthithja e vitaminës B12. Përthithja në organizëm e vitaminës B12 varet nga një sër faktorësh ku përfshihet ushqyerja, tretja dhe vitaminat e tjera të cilat janë të pranishme në trup. Në sistemin tretës, vitamina B12 ka nevojë për një proteinë bartëse me të cilën të lidhet dhe më pas të rrugtojë në të gjithë organizmin. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten
rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.